Na jena diaspor, na jena for shit show. Na jena diaspor, na jena for shit show. For. Na jena for shit show. 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 Full shit show. Yeah! Shkullje flokësh. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Full ship. Mirëmbrëma gjithëve, guten abend Bindeland. Mirë si ju gjejmë sonte si çdo javë tjetër në shtëpitë tuaja. Adrenalinë al maksimum, njerëz sikur dikur marash, sepse prej pandemisë nuk kemi patur kaq njerëz në studio realisht, se fillun njerëzit mu friksua, herë jo s'po vim, jo duhet me majt distancë. Qysh atëherë s'kemi pas kaq publik sa sot. Sonte adrenalina dhe publiku në maksimum Full Ship Show. Kemi të ftuar yje nga diaspora, sonte për herë të parë ekskluzivisht në emisionin ton, ku do flasim për tema të ndryshme, do flasim për shoqatën Bashkimin Bern, e cila meriton respektin ton dhe hapësirën në median ton. Do flasim edhe për një vajzë e cila është bo viral në gjitha rrjetet sociale, në Instagram sidomos, që ka arritur për një kohë të shkurtër mbi 1 milion klikime. Mezi është të prit marrë në skenë, po inshallah na pret derisa të falenderojmë sponsorët tanë. Edhe vazhdojmë me këtë emision gjigant mos u ndalin nga Radio Televizioni Senin, nga Full Ship Show, se bëhet nami. Vazhdojmë. Harry King. Vielen Dank. Komplex Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank, Komplex Anesi. Për gjithë ata që se kanë kuptuar në gjuhën gjermane, fshati më i bukur turistik Kompleks Anesi në Gjilan ju jep mundësinë për të blerë vilën tuaj, për ta porositur sipas dëshirës tuaj me 270 metër banim dhe pishin verore dimrore në ajrin më të pastër që ka Gjilani. Faleminderit Kompleks Anesi që jemi neve. Vielen Dank, Pristina Ticket. Der größte albanische Reiseveranstalter bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank, Pristina Ticket. Pa turbulenca, pa efekte anësore për Prishtinë nga Cyriu, Bazeli dhe Gjeneva dhe nga gjithë Evropa me Pristina Ticket, po ashtu nga Prishtina për Cyri, për Bazel, për Gjenevë dhe për gjithë Evropë, e mbushni edhe luksin e aeroplanit me kufera me të njëjtin çmim, edhe mundeni me rezervu ulsen tuaj sipas dëshirës me të njëjtin çmim. Pristina Ticket, vielen Dank. Faleminderit. E kemi një yje këtu. Ekskluziv. E kemi një yll nga diaspora sonde, e cila do na vijë në Full Ship Show, edhe nuk ka të prit hiç për me ardhur me big up, ato ar pa big up. S'ka problem. Bukur shumë regjia e ndjek me kamerë nga do që televizin, t'lut na ma ke kujdes, ma ndjek se është bukuroshe, ja shikojeni në qofë se shikojeni, ja ku ka dalur në televizor, kush është ajo? Kush? Ua, bukuroshja e Alshi, po ti je bukuroshe moj. Ku e ke mikrofon? Hajde këtu, se kam e thonë mikrofonin. Ja ku e ke mikrofonin jot, ja kjo është. Kjo është mikrofoni jot, Alshi. Do ta ndez ky Ashley, këtu. A ke frikë nga unë që kam mjekër jo? Nuk friksohesh. Kam dëgjuar, ja, i sekond. Alshi, ti do vish me mua. Ashley. Ja, i sekond. A do të rrim këtu bashk? Okej, bukur shumë. Ja, i sekond tash. Ta nxesim të mikrofonin. Mbaj tash në dorë, edhe do flasim bashk. Alshi. Ashley. Kam dëgjuar që ti je mashtruese, është e vërtet? Jo. Maj mikrofonin. Je mashtruese apo jo? Jo. Po pse më kanë thënë mua që je mashtruese ti? Mua ka thënë babi mashtruese. Babi ka thënë mashtruese ty? Po. Po babi, a është mashtrues? Po. Edhe babi është mashtrues. Po se nuk e ka ditur babi që ti nuk je mashtruese. Do rish të me mua, do rim bashkë? Po. Bukur shumë. Ashley, nga jeti? Te Bela. Te Dela? Te Bela. Je nga Shqipëria, nga Kosova, nga Zvicra, nga jeti? Ike me aeroplan te Bela. Me aeroplan te Bela. Po kush është Bela, Ashley?
Oma, kush është Bela? Oma, kush është Bela? Tezja është Bela. Po se nuk e din ti kush është Bela? Nuk e din. Po kush ta ka bërë make-upin ty? Kë? Make-upin. Kush t'ka lyer? Oma, kush është ajo që kemi vënë nesër, mami? Kush është ajo që ta ka bërë make-upin ty? Jo, ajo nuk ma ka prit e ki pak të mami ti. Ikjer të mami dhe më trego pastaj, po mos haro çantën, një sekond. Po jo, ta mbaj unë. Shko pyet mamin kush ta ka bërë make-upin dhe hajde. Hajde këtu, hajde me na trego tash, hajde na trego me mikrofon, se është problem, nëse nuk e dëgjoj me mikrofon. Kush ta ka bërë make-upin? Unë vetë. Ti vetë ke bërë make-upin. A je e bukur, ti je bukuroshe? Po. Kujt i ke ngjarë ti, mamit apo babit? Mamit e ve babit. Mamit edhe babit, okej. Ti ke bërë një video, ja, e shikon atë videon te ekrani aty? Kush është ajo? Ta kam nisur una. Ma ke nisur ti? Po. Po ç'ne ke bërë këtë videon ti? Jo, e kishte babit e telefoni. E qiti babit e telefoni? Edhe të kanë parë shumë njerëz ty aty? Sa njerëz kanë parë? Po. 1 milion njerëz kanë parë për pak ditë. Po. 1 milion njerëz. Po. Çfarë ke te çanta? Ë? Çfarë ke brenda? Asgjë. Se? Prit. Po pse mban ti atë? Po fut diçka brenda, mos e le bosh o Ashley. Fut diçka brenda në çantë. Buskuq, bravo, hajde këtu. Hajde këtu Ashley, hajde. Hajde Kinga, hajde këtu, hajde. Hajde, bravo. Do ma ndjekesh, lutem, kjo kamera është vetëm për Ashley, lutem kamera. Hajde këtu, zemër. Hajde këtu. Po pse s'ke futur edhe lek këtu brenda? Pse s'ke edhe lek? Po babi s'ka lek. S'ka lek babi? Po pse s'ka lek babi? Çfarë punon babi? Prit e digoj unë. Më trego dhe herë për babin, të lutem, se kemi dëshirë ta dim edhe për babin. Babi ku ke portofolin, thot. Po ma e na merr mikro. Po bjerë, se për gjagjin është portofoli. Din kjo si shkon muhabeti. Hajde ko, hajde. Po do më japësh të tëra, Ashley. Do më japësh të tëra ato lekët mua. Se babi s'ka më. Po të lutem, se unë s'kam fare unë për vete, nuk kam fare lek, mi jep ato mua. Po babi s'ka. Po s'ka problem, babi të punoj edhe të fitoj prap. Prit, se ku janë lekët? Ku janë? Dollar babi, pas ka shkuar në Amerikë babi më duket. Po. Po mos nxjerrma, boll, mos nxjerrma, boll, mos ja marrim babi gjitha. Baj ata për vete, fusim çantu, ja. I fusim ty te çanta jote? Ja, i fusim te çanta jote. O pa ku i ke lek shumë babi? Ku ke lekët shumë babi? Ku i ke fshehur ato të mëdha ato valla? Ato të mëdha ku i ke fshehur, ja. Një sekond, ja. Ashley, ja, unë të bëra me lek ty tash. Ja ku i ke edhe buzkuqin, edhe leket. A do i lysh buzët pak tu të shohim se i ly buzët ti? A do i lysh buzët pak? Po, çuna nuk e lin buzë. Jo, ti do i lysh pak? Se unë nuk do i lyj. Ty do i lysh pak, lyj pak vetë. Hajde, lyj pak buzët. Hajde, shiko pak. Ashley. Hajde ta shohim Ashley duke lyr buzët këtu. Lek kemi boshë që zotit sot, mirë është puna. Hajde. Kështu lyen buzët. Do më lysh mua pak? Jo, se bura nuk e lin buzët. Se më i bura si lyn buzët? Se? I qa thot babi, jo. Ka thënë babi jo. Jo. Okej, Ashley, do bësh prap video për Instagram? Atje. Do bësh prap? Babi, do ma pa telefon. Qa ka telefoni babit? Këtu ke video plot? Pa. Kush është kjo? A që i vogël. Që kam... Po, o pa, febi me ke vend quqo, unë nuk janë isha bebe ajo. Shko që më ke vend bibilino, si bete e vogël. Shikoj. Më Ashley. Kush është kjo? Që më ka bërë? Çka të ka bërë babi? Pri, jo. Ha. Shko kuku, shko. Me kam më kam bashkë. Okej, mos e marr shumë telefonin e babit se mos gjejmë gjë tjetër, më mirë epja. Jo, që... Epja na myt mami pastaj. Epja se i fut në sherr mamin e babin. Ashley. Epja babi telefonin se pastaj e rraf mami babin.
ku ka telefon? është i mamit telefoni. Aha, mendova që mos është i babit, thash ku mori babi guximin. Ku mori babi guximin me dhon telefonin. Bukur. Ashley. Bukur. Ashley, tash ti do bësh video prapë për Instagram apo jo? Okej. Do bësh përsëri me mamin dhe me babin, do bësh video, sepse ti je shumë e suksesshme në Instagram, ke bërë miliona shikime në Instagram dhe ke shkuar viral dhe kur të rritesh. Ta marr telefonin e babit. O, sta jep babi, jo mos u lodh se babi sta jep. O, nuk ta jep babi, harroje. Harroje babi, harroje që po ta jep. Harroje që po ta jep babi telefonin. Harroje që po ta jep babi. E ke me password e ke. Harroje që ta jep babi telefonin, harroje. O, çfarë sikleti për babin. O, babi, hajtë se të mbrojon, hajtë se nuk e hap shumë, mos ke mërak. Shej babi ka lodrat, se sa mirë çoj babi te lodrat direkt. Ja. Shej sa bukur. Ç'është kjo lojë? Jo, prit. Ha. Mund ta shtypë. Jo, më shtyp gjëra të tjera. Jo, të lutem, vetëm të rrinte telefoni i babit. Po jo, tani. Po se babi flet me shokun këtu. Prit. Jo, kështu. Ha. Shej sa bukur. Bukur, Ashley. Jep ja tani. Bukur. Ha, më Ashley, ha. Çka ka këtu? Jo, prit. Pisa. Bukur. Ashley. Ashley, hajde këtu. Hajde këtu, Ashley. Ashley, hajde këtu, të lutem. Hajde këtu tash se kemi për të futur buzëkushin këtu. Edhe ta jap çantën. Ke bër lek, këto lek mos i jep më babit. Okej. Okej. Ja, këto lek do i mbash vet. Fute, jo, fute kështu. Si mbajnë këto femrat kështu. Ja, kështu. Okej. Edhe tash Ashley, ti do shkosh në shtëpi dhe do bësh video të tjera për Instagram, okej? Tani. Po prit, prit. Prit. Se do marr telefonin e mamit. Po ju. Po. Atëherë, Ashley. O Ashley, do vish me hapësh dorën se u do iki pastaj. Hajde këtu. Hajde, do iki te shtëpia. Po mami, se do iki te shtëpia, mami. Po unë do iki, jo ti. Do iki. Po pse, do rish me mua ti? Po Po. pse? M'ke gjanë mua ti? Po. Qa thua, moj? Do të rish me mua? E pse do të rish me mua ti? Pse? Se te dua shumë. Në do shumë, o zemra vogël, gjeta pu dorën unë tu, ja. Okej, Ashley, bravo. Ashley, edhe unë të dua shumë ty, dhe unë të premtoj që ti do bësh video shumë, video të tjera, dhe do vish përsëri tek unë për të folur për videot tua, okej? Në rregull? Po çka ka bër mami? Ha, çka ka bër mami? Prit. Po leri ato mos se nuk e di passwordin. Është me password, dhe ke me kod dhe ke aty. Ja, do të marrë dhurata babi tash ty. Okej, Ashley? Do të përshëndesim ne me Duart Orkiti Big Up, rrim me mamin me babin, okej? Okej. Edhe do vish përsëri. Ciao. Ashley është një vajzë 3 vjeçare, më duket që është bërë viral me videot e saj në Instagram dhe gjeni kush ka dëshirë ta ndjekë, ta bëj follow Ashley Rama, ku ka marrë 1 milion klikime vetëm për një video. Duke bërë këto buzëkuqe të gjërat e tjera. Interesant, pata dëshirë nga që prindrit më kanë shkruar, thash pse jo, me kënaqësi më të madhe. Atëherë, pa humbur kohë, vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit ton, ku do ftojmë në Folship Show për të biseduar rreth aktivitetit të kësaj shoqate të mirë. Shoqata Bashkimi në Bern, e cila bën një punë të mrekullueshme. Do kemi të ftuar doktoresh Alida Ramaj, e cila është dhe kryetare e shoqatës kulturore Bashkimi Bern. Dhe do kemi të ftuar Hamide Avdiaj, sipërmarrësen e Zvicër. Do kemi të ftuar Fatime Sokoli, mësuese, e cila është edhe ajo këtu besoj. Do kemi të ftuar Isat Kelmendi, shofer autobusi, ajde Isat, mirë se erdhe. Do kemi të ftuar edhe
Blerim Ramadani, këngëtar që do na këndojnë një këngë pastaj. Eduard Tokitje, big up, i ftojmë gjithë në studio. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.